Djegja e gomave dhe materialeve plastike pranë rrjedhës së lumit Shkumbin vijon të mbetet një problem shqetësues për qytetin e Elbasanit. Edhe pse raste të tilla janë përsëritur disa herë gjatë kohëve të fundit, asnjë person përgjigjës nuk është identifikuar nga policia. Shtollungat e dendurat tymi të zi vazhdimisht mbulojnë pjesën perëndimore të qytetit në afërsi të ish kombinatit metalurgjik. Ndotja e krijuar ka ngritur sërish shqetësime për pasojat e rrezikshme në shëndetin e banorëve. Ambientalisti Ahmet Mehmeti thotë se situata është alarmante. Fenomeni është i shpeshtë dhe her pas here është për të ardhur keq, djegja e gomave, ka ato të këqija se ajo ndot ajrin, ujin dhe tokën, veç sa i shkakton shumë sëmundje, sidomos të organeve të frymëmarrjes, të nervave, po mbi të gjitha sëmundje kanceroze. Po alternativa më e mirë është zbatimi i ligjit. Dhe ligji nuk po zbatohet, derisa ne e shikojmë këtë si fenomen që her pas here bën kështu, domethënë këtu është vend pa ligje, pa zbatime, pa gjë prej gjë. Përveç dëmit mjedisor, episode të tilla ndikojnë negativisht edhe në imazhin e qytetit dhe zhvillimin e turizmit, duke krijuar perceptimin e mungesës së kontrollit institucional ndaj ndotësve. Drejtori i zyrës mjedisore në Bashkinë e Elbasanit, Ismail Dybeli, thotë se bëhet fjalë për raste sporadike të shkaktuara nga individ të papërgjegjshëm që djegin goma për të nxjerrë telat metalik. Kemi parë që persona të pandërgjegjshëm kryejnë abuzime të kësaj natyre, i dhënë zjarrin mbetjeve të ndryshme për efekt përfitimi të metaleve, të cilët i përdoren për shitje për skrap. Por në momentin që ne kemi kryer inspektime, nuk kemi arritë gjejmë personat që i bëjnë këto veprime. Jemi gjithmonë në korrent, monitorojmë këtë situatë vështirë që lindin dhe mund të lindin edhe të tjera, sepse kjo është shtresë vulnerabile që kërkojnë me çdo kusht përfitojnë edhe atje ku është më problematike. Ndërsa fenomeni vazhdon të përsëritet, qytetarët kërkojnë masa konkrete për parandalimin e rasteve të tilla dhe mbrojtjen e mjedisit nga ndotja.